Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Largoni mushkonjat nga shtëpia sa hap e mbyll syt me këtë recetë sekrete me karafil dhe limon. Pothuajse të gjithë kanë provuar pickimin e mushkonjave dhe bezdisjen që ato sjellin si pasojë e irritimit dhe kruajtjes. Pickimi nga mushkonja ndodh më shpesh gjatë periudhës kur dielli lind dhe perëndon, momentet kur këto mushkonja janë më aktive. Për të gjithë ata që bezdisen shumë nga këto insekte, ekzistojnë disa mënyra natyrale për t'i hequr qafe. Edhe pse mushkonjat transmetojnë disa sëmundje, për shumicën e njerëzve, ato janë vetëm parazitë irritues, pickimi të cilave sjell vetëm kruajtje. Ka disa gjëra që mund të bëni për të reduktuar ose eliminuar numrin e pickimit të mushkonjave. Këto janë disa mënyra kryesisht natyrale për të parandaluar pickimin e mushkonjave në këtë verë dhe për t'i mbajtur ato larg nga shtëpia juaj. Ju mund të përdorni ilaçe kundër insekteve. Për të parandaluar pickimet e mushkonjave duhet të përdorni ilaçe kundër insekteve kur jeni jashtë. Orari kryesor i mushkonjave është nga agimi deri në musk, kështu që është veçanërisht e rëndësishme të mbroheni gjatë kësaj kohe. Ju gjithashtu mund të jeni më të ndjeshëm ndaj kafshimit nëse jetoni në një zonë të pyllëzuar ose nëse bëni një shëtitje verore në përpyje. Vishni pantallona dhe këmisha me mëngë të gjata. Këto do ju ndihmojnë gjithashtu në stinën e verës për të mbajtur larg pickimin e mushkonjave. Parandaloni ngjecjen e ujit në oborin tuaj. Pellgjet e krijuara në obor janë një mundësi e krijuar për shtimin e mushkonjave dhe parandaloni krijimin e tyre. Mbani tendat tuaja në gjendje të mirë dhe gjithashtu përdorni mjete për t'i larguar mushkonjat. Kjo është një mundësi e mirë për të mbajtur larg sa më shumë pickimin e mushkonjave. Shumica e këtyre përbërësve janë gjëra të zakonshme që mund t'i bëni lehtër në shtëpinë tuaj dhe lehtësojnë gjithashtu edhe pickimin e mushkonjave. Uthulla e mollës. Kur ju vini re shenjat e kafshimit, provoni të aplikoni një sasi të vogël uthull molle direkt në vendin e pickuar. Nëse ju jeni pickuar nga këto mushkonja, bëni një dush me ujë të nxehtë dhe më pas aplikoni uthull molle. Ose mund të bëni një dush me ujë të nxehtë ku keni tretur 2 gota e gjysmë me uthull molle në vask. Kështu do të mbani larg mushkonjat. Aloe vera gjithashtu është një lehtësues i mirë i pickimit të mushkonjave. Aplikimi i saj në vendin ku jeni pickuar gjithashtu mund të përbëjë një faktor pengues për inflamimin e tyre. Gjithashtu, nëse vuani shpesh nga pickimet e mushkonjave, ju mund të përdorni edhe produkte natyrale për t'i aplikuar ato vazhdimisht në shtëpinë tuaj për të ndihmuar edhe në mbajtjen larg të këtyre pickimeve. Gjithashtu, efikasiteti i vaniljes mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për t'ju ndihmuar në këtë aspekt. Përzierni atë me çfarëdo lloj kremi pa erë në masën 1/10 dhe lyeni të gjitha zonat e zbuluara të trupit. Kështu do të mbani larg pickimin e mushkonjave. Vaji esencial i borzilokut, eukaliptit ose farave të karafilit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Shtoni 5 deri në 10 pika të vajit esencial në një gotë me ujë dhe lyeni zonat e pambuluara me rroba. Për të mundësuar lyerjen, mund të përdorni edhe një sprayt dhe ta vendosni ato direkt në lëkurë. Ose mund të përhapni atë kryesisht në pjesët hyrëse të shtëpisë, duke mbajtur sa më shumë larg mushkonjat. Edhe livando është një mënyrë shumë e mirë në këtë aspekt. Mushkonjat nuk e durojnë dot erën e livandos, qoftë ato të freskëta ose të thata, ose në formë vajore. Për fatin ton të mirë, livandot përdoren për trajtimet aromaterapeutike si një recetë natyrale për të qetësuar dhe kuruar ankthin. Livandot mund të përdoren mbi rroba, në lëkurë ose thjesht si lule në shtëpi për të mbajtur larg mushkonjat. Edhe farat e karafilit gjithashtu janë një mundësi shumë e shkëlqyer. Merrni 5 gram fara karafili, i zjeni në një gotë me ujë. Mjaftojnë 10 pika nga ky lëng me pak alkool dhe aplikoni atë në të gjitha zonat e trupit për të mbajtur larg këto mushkonja. Dëllinja. Nëse keni organizuar aktivitet në natyrë, idhni disa deg dëllinje në zjarrin tuaj dhe mushkonjat nuk do t'ju shqetësojnë. Gjithashtu, edhe kamomili është një bimë shumë e mirë kundër mushkonjave.
Një prej bimëve mjekësore më të lashta ka efekte paralizuese ndaj qelizave nervore të insekteve, ndaj ju mund të thani dhe ta shpërndani atë në shtëpinë tuaj. Borziloku i freskët ose gjethet e domates gjithashtu janë një mundësi e shkëlqyer. Mushkonjat nuk e tolerojnë dot erën që lëshojnë në këto bimë, ndaj mos nguroni t'i përdorni. Hudhra. Sipas të dhënave shkencore, mushkonjat i qëndrojnë larg hudhrës ose edhe aromës së saj. Por mbani mend se nëse hani shumë hudhër edhe njerëzit do të qëndrojnë larg nga ju, ndaj mos e teproni. Nëse mushkonjat arrin t'ju pickojnë, ju mund të bëni veprime të mëposhtme që t'i shpitoni asaj një herë për gjithmonë. Mund të vendosni pak mjaltë te zona e pickimit për të ulur inflamimin dhe gjithashtu për të ndihmuar në largimin e këtij problemi. Ndër vite, mushkonjat kanë transmetuar shumë sëmundje si te njerëzit ashtu edhe te kafshët. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me bezdisjen që pickimi i tyre shkakton, por mund të kthehet edhe në një shqetësim shëndetësor për familjen ose kafshën shtëpiake. Krahas produkteve të ndryshme që mund të ndihmojnë në largimin e mushkonjave, mund të rendisim me disa lloje të bimëve, të cilat mbajnë larg mushkonjat në mënyrë natyrale dhe njëkohësisht i falin ambientit bukuri dhe aromë të mrekullueshme. Livando. Aroma e tyre e këndshme e cila vjen nga vajrat esencial që gjenden në gjethet e bimës ka aftësinë të mbajë larg një sër insektesh përfshirë edhe mushkonjat. Madje besohet se vaji i livandos pengon aftësinë e mushkonjave për të nuhatur. Kjo bimë është shumë e fortë dhe rezistente ndaj thatësirë dhe përshtatet lehtë me klima të ndryshme. Mentet. I përket familjes së nenexhikut dhe rriten dhe shiten me bollëk. Janë shumë të lehta për të kujdesur dhe vendosen vërtet në ambientet tuaja për të mbajtur larg mushkonjat. Rozmarina. Një tjetër largues i mirë i mushkonjave është edhe përdorimi i rozmarinës. Shumë prej nesh e njohin dhe përdorin gjërësisht në kuzhinë. Aroma e saj drurore është pikërisht ajo që mban larg mushkonjat dhe disa lloje të tjera të insekteve që dëmtojnë gjithashtu edhe perimet. Borziloku. Një tjetër barishte që mund të shfrytëzohet edhe si një përbërës kuzhine, por edhe për të mbajtur larg mushkonjat. Aroma e mprehtë e gjetheve të borzilokut është ajo që i mban larg insektet, dhe meqense është nga të gjitha llojet e borzilokut janë të përshtatshme për të mbajtur larg mizat dhe mushkonjat, ndjehuni të lirë që të eksploroni mes varieteteve. Sherebela. Ndiqni gjethet e saj dhe aromat e përthyeshme do të largojnë menjëherë insektet. Përveç rritjes së bimës të listuar më sipër, duhet gjithashtu të kujdeseni më së miri për kopshtin tuaj në mënyrë që mushkonjat ose insektet e tjera të mos dalin jashtë kontrollit. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të parandaloni grumbullimin e ujrave, pasi mushkonjat mund të bëjnë qindra vezë në të, dhe do të jetë shumë e vështirë që t'i mbani më pas larg nga shtëpia juaj. Nëse ambienti juaj është pushtuar nga mushkonjat, ju mund të krijoni një spraj hudhre. Hudhra përbëhet nga disa veti që ndihmojnë në mbajtjen larg të mushkonjave. Për të provuar këtë metodë, provoni të shtypni disa thelpi hudhër dhe më pas i zgjeni në ujë. Më pas hidhni tretësirën e përfituar në një shishe spraj dhe spërkasni dhomat tuaja dhe në të gjitha vendet ku dëshironi të hiqni qafe mushkonjat. Kjo zgjidhje hudhrës do të vrasë mushkonjat menjëherë, dhe nëse jeni të shqetësuar për erën që do të lerë, do të jeni të sigurt do të zhduket brenda pak minutash dhe shtëpia juaj do të ketë erë hudhre. Vendosni llumin e kafes në vazo për të mbajtur larg mushkonjat. Kur të bëni një kafe, mos e hidhni llumin e kafes. Kjo ndodh që të jetë një nga mjetet më efektive në shtëpi për të hequr qafe mushkonjat. Uji i ndenjur dhe ai që derni në vazo për ujin e bimëve rrit numrin e mushkonjave rreth jush. Gjithçka që duhet të bëni është që të derni lum kafe në ujin e ndenjur. Vezët e paraqitura të mushkonjave do të dalin në sipërfaqe dhe do të humbasin me mungesën e oksigjenit. Këto janë disa mënyra natyrale alternative për t'i mbajtur sa më larg mushkonjat. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të shëndetit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani më shumë këtë video.